E unë kam kënaqësinë tani këto momente sepse haj, mi se erdhe i thëmë Dafina se qirit. Mi se erdhe, unë kam kënaqësinë që jemi bashkë në kuadrët e emisionit Një kafe me labin këtë të djele. Unë e di që zakonisht jemi bashkë shumë shpesh, flasim. Ta shakinis me valëzu e s'po shien si për pala. Definitivist, ndërshëta kjo periulla e fundit pak sa ke largume, po si do që tjetë, unë përfëndoja atje, ti kthejesh prej Amerikës dhe keme kohën bashkë. Daf, tek projekti i fundit, unë kam komplimentu me njerë dhe të kam dërgu me njerë mesazh se unë jam kënaqur për veti dhe po kënaqesh edhe po e shijoj edhe sot, edhe pse ka kohë që dal, ka bërë shumë klikime, u komentove aq shumë, paraqitja jote, prezantimi jot, Dafina më ndryshe dol, që është ky blur këtu, çka kjo këtu, çka kjo, shumë komente ka pas, po mbi gjitha është kënga perfekte edhe këndumja e jote është perfekte. Si e kom ditë me parën herë, jo që po e të mënë, po edhe shumë e kanë thonë, anglisht frangjisht, si franqeze, do kështë. Si franqeze. Si vë play. Qështë përjetove vetë, si kanë qenë reagimet? Djemë të menzës kam prit me lansu këtë këngë. Ta shune për përmeni prap djemë për shkak se për dini edhe non-stop jemi bashkë. Se unë këngën e kom menqizu, thuaj se e ka një vit, kur e kom kriju këngën bashkë me Astritin, të Big Bang unë studio, dhe menzës preqen kur kemi qitë, kur del kënga, që ka kina me bo për projekt, edhe unë e lash anash njerë, thash të presim kur është momenti i duhen për me lancu këngën. Këngën e kam prit shumë mirë, menzës kom prit me të tregu si drejt, me përfundu sezona e verës, e mardë vakti me lancu këngën. Klipi ka dalë shumë fenomenal, shumë bukur. Unë për vete pata pak problem se zdesha qka me bo në klip, zdesha, thash me valzu, nuk duhet me valzu, qka duhet me bo, qfa levizje, edhe fonde thash kejti, thash po mdo këtë pak si filma t'indianve ka dalë. Pak po. Që dalin që këcejnë, gjysën e filmave këcejnë, gjysën e filmave aktrojnë, po i përshtat ke muzikës. Edhe kongës, po. Kështu që jena mundu dhejnë maksimum mi kryu diqka që e përshtatet vetë muzikës edhe tekstit. Unë e di që ti gjithmonë sare që ki nisë me bo një projekt, mas partë e ki ndi për veti, edhe pas taj e din që do të ndin edhe atë ndjenjen tënde edhe publiku. Po. është shumë shtirë me spjegu qatë ndjenjë, unë në qatë moment që kënoj një këngë që vetëm vjen në qatë sekund tash në studio kërë një bitin, muzikën, edhe janë nisi me freestyle i ratë, thujna. Në studio, qatë ndjenjen që ma jep kënga kërë lëshoj në kërë tani, unë tani janë nisi lëshoj në kërë, lëshoj në shpe, lëshoj në telefon, lëshoj në salon të kaci, qatë ndjenjë që ma jep në bas inqizimit, që se ma jep ndjenjën shumë të mirë dhe të madhe, i di që gjithë qysh ka më pëlqy, ka me ndodi shka me qëtë këngë. Kështu që ndjenjave i besoj shumë. Që se nuk nina e sigurt, e la projektin anash, edhe ja e lansoj ma vonë, ose nuk i lansoj as pak. Okej. Kur flasim të këto, dhe më thonë, cilat nuk e lanson njerë dhe e len për me lansu ma vonë, por edhe ato cilën e len për me lansu, ndoshta pakës ma vonë, të ajo të dvynë të shqiprap, me janis, me mëndu, a e ndrojmë këta, e bëjmë këta, e bëjmë kjo po bëhet, kjo s'po bëhet, kjo duhet më bëhet, kjo ndrohet. Kështu që është interesant, po edhe energjinë e ki jash normave të anden, unë e di personal, do me thonë, kështu që është shumë interesante, ashtë ma tepër po e flasë, do me thonë atë aspektin që duhet pa tjetër që po e përmendi edhe këtu, kur kem edhe bashkë, kur isha në njërin prej emisioneve
një televizion tjetër në Shqipëri, edhe kështu që po e përmendi, edhe ishë interesant, pëse nuk e dishin, ndështë ashtë afërsin që e kam me Sicilin prej juve, ashtë ma tepër edhe prej konktarëve e këtyra publike. Edhe më thëtë, raportet, unë shë që i ki raportet që unë të mira me Dafina Zicirin, unë këtena plop edhe të me Dafina Zicirin, po në fakt, një farë mënyre, fillimit e para Dafinës tuja, një shpi kemi jetu bashkë. Kemi ndajt bashkë, në më thonë, një gjëmë për makije, kemi bo një shpi, këtë gjitha bashkë. Pasë që u kry krejtë emisioni krejtë. E vërtet është kjo? E vërtet është për shkak se në një farë mënyre kom qenë i afërt shumë me ty, unë e di atë energjinë tënde dhe atë pozitivitetin tënde dhe natyren cilën e ke. Po, në anën tjetër, gjithmonë që, ndështë jo unë, po shikuesit ata kanë qenë kurështarë, se Dafina, përgjithësi si Dafin, në qëfar ore e bën gjumin, edhe në qëfar ore zgjohet, se gjithmonë të marim parasysh se kjo është e jetës natës, kjo gjithë natën nësën. Po unë e di që Dafina ka orar, tregull. Kam i orar tregull, tash unë tentoj me flajt, kanë 12 mas lartin 1 natës. Kanë ndodhe dhe që lodhë në gjatë ditës në varet, tash edhe prej kohës, edhe qëfar pun kom pas një natë ma heret, veç kanë ndodhe dhe në 10. Unë sa ma heret që muj me flajt, aq ma mirë është. Edhe për mu, edhe kështu përgjithsi është ma mirë për krejt. Ma mirë për krejt. Me flajt ma heret. Që me mujtë mos gjuhë ma heret, se kur ndodhë që qona në ora 12, ndoke që krejt dita më ka shku... Mbrapsht. Krejt dita më ka shku mbrapsht, nuk kam kohë me bo krejt që ato planet që kom planifiku para 2 dite, se ka nërë ndodhë që një natë ma përpara ose 2 dit ma përpara e boj planin, okej, këtë dit, kam e kryt qëto pun, kam e shku në studio, kam e shku të lija, dhe tani... Prishën ato plane dhe gjithë shka, kështu që mundona me flajt mas lartin ora 12 edhe më qunë ora 9. 9:30. Mëngjesit. Mëngjesit, po tash edhe që ato koncertet e verës paka shumë ma kam prish gjumin. Ato që regullim është. Po ka pak që regullimeve, besoj që tash që ka ardhë mami, qona me... Dhe dhe mami në shpe është. Mami në shpe është. Ka ardhë mami, kështë që mirë është... Edhe pse më tha mos e përmen, tha që ku marë, tha është po. Kur jem të kjo pjesa që e përmende, dhe me thonë e përmende edhe mamin, dhe e the edhe vetë që mundona paksa edhe ma heret. Po, Dafin, unë përshët që në fakt koha vish ka fillu mu po ftoft, ti sot e djele, e ke, nëzajt e kemi në studiot një kohë me labin, edhe haloje me verën, po më doket. Po unë s'ko mujt me përjetu verën heq, kështu që unë mendoj me edhe me ngjyrë edhe me veshje me përjetu paka shumë që tash edhe pse ja ka njës më bu shumë ftoft. Unë e du edhe dimnin, me pas në jok në shumë trash, edhe tash që jo mbo edhe me vetur, është pak ma letë më vesh. O, hajde për haj. Tash me një herë di që në Instagram, thënë, qëfar veture po zita vida. Besoj që fanë të vesh i din qëfar veture ku mund. Po, e di. Ata e marim vesh, kërtu fanë para me, po para edhe familjes tem. E di që ata e në shumë shpejt edhe të parë janë. E përmenda verën. Dafina e ka verë këtu, po Dafina verë a do ta ketë në Amerikë, se atje e di që qëtash është e periuda ma e pëtofte e mundshme që janë njësë më bo. Labun jom pregadit shumë mirë për Amerikë. Jom kanë Suidi, këm për shopping. Kështu që e mora parasysh që kam i shku në Amerikë, në cëllën ku jam të shku, sa ftoft kam e qenë, se të edhin edhe vetë i kanë aty, ta shumë e kam eksperienca edhe në Sandy, kër o kanë në Sandy edhe mas Sandy, kështu që dimri në Amerikë është të merë, shumë është të merë. është merë edhe kur tenton me hypë në taksi, me gjetë taksi, jo kur është në orar taksi kur të sashtë, ose me shku në tren, atje e ki kalablak shumë njerëz, kështu që jom pregadit edhe prej këpucëve dhe i të jakna. Jaknja. Okej, kur po ikë? Kur përnar? Nëntor.
Po, mujin nëntor. Do më thonë mujin nëntor, veç dafinën e kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa? Nuk kam e nejtë shumë këtë herë. Jo si vitet para prapje. Jo, ndoshta mas vitit ri, veç festat e fund vitit janë shumë të rëndësishme për neve, kështu që unë kthena për festat, kërshëndellat, vitiria e tjerë, pastaj kthena prapë. Unë e di që pyetja e parë krejt atyre që cilët janë bashkë me ne, ku dapina s'pas ka me qenë në plabi parti. Varet cilën dati bën xhirimin. Të pyet fonca atë, cilën dati ki? Cilën dati ki xhirimin. Kështu që e ki rastin edhe ki momentin ki zgjidhje, dhe më thonë, aq ma tepër në Amerikë që po shkon, po e ki edhe lijen këto në tjetër që kujdes e gjithë shka, prej që tashit po thëmë, bënu gati, Angel dhe është me konë, Kate Bard dhe është me konë. Nice. Kodi është këtë vit, Bardë. Shumë. Bardë, Kate Bardë. Ti ashtu është edhe kërë konë ku që Bardë e konë Kate. Po, e Ti vërtet e konë është. Kate Bardë, kështu që nuk e ki problem, se ngjyra e Bardë, që shka? Faleminderit. Unë e di që këto momente e kam tinza shdapit, kjo është tinza shdapit pak, kom punu diçka, Të gjithë punon diçka të më kom punu diçka ku në fakt i kam përzgjedh disa prej njerëzve ndoshta që je ma shumë ti bashkë me ta, edhe cilët flasin diçka për ty, po duke mos harruar as njerëz edhe ata edhe kanë një pyetje ta parashtrojnë për ty. Kështu që kena me shiku me vëmendje. A do më tregu paraprakisht kush janë? Apo do më t'i lënë në story, e ma story se me komentu. Nashta muj me para menuna i njëve që kështu... Ja, tash njënë mundesh me paramdu, sa po ki që të monë mrapa vetës edhe në studje kemi për mrapa kamerave, po... Po ata tjerë kush janë, Okej, kështë që po e ndjekim bashkë edhe kthehemi bashkë. Për Dafina Zeqirin, qysh e din shumica e din do me thonë, që unë e kom edhe kusherin Dafinën, edhe do me thonë njem prej shumë kohësh me të. Kem pas raporte shumë të mira si kusheri, kem kalu shumë kohë bashkë do me thonë për qef, edhe para 3 viteve ka qenë Dafina në Amerikë kujtohet, edhe unë i kom pas në 21 vjetë, jem konë do me thonë këgja i ri, edhe po më shkru, po ma bën qka po thu, m'ja njës me punu bashkë. Edhe une kom qenë këgja i rinë që atë kohë edhe nuk disha qysh mërët mu sidhë mua beti, qysh mërët me shku. Edhe thash, hajde pe provojna, betim. Edhe ka shku këgja mirë, e këna formu një ekip shumë të mirë, sidomos tash vitin e fundit, ku e kem inkuadru edhe DJ Flowin me VLN-ën. E kem pas sezonin e verës, sezonin e parë dhe me thonë bashkë me këta, ka shku tepër mirë. Edhe kështu, Dafina është person fantastik, është shumë knaci me punu me to. Dafi është shumë nice si njere. Mbi të gjitha është shumë letë për me bashkëpunu me to se artistit i beson shumë me cilin punan. Nuk na kushtzon, nuk na lodh. Është ka vetë besim, edhe shpesh kur punoj me to nuk qyre të pasqyre heq. Drejt shkon në nxjerrim, ose kur bën foto e sheh veten, që do me thonë shumë për një artist. Është bajagi unikat edhe me shije edhe me ideja edhe me kërkesa. Shumë mirë, me ndispresim kur t'jena na pëlqen bashkëpunimi. Për Dafinën, ka me thonë shumë, kështu që nëse kena ku 2 orë, mu i me folë. Dafina është njeri shumë i mirë, shoqe shumë e mirë, nuk kem veç koncertet që na bojmë bashkë me nejtë, po shijim çdo ditë gati se kena shoqnin që ashtu. Kalojna shumë mirë koncerte, është njeri shumë i respektueshëm. Nuk është njeri që do me thonë mene madhë ose që ana shkalohet për neve, për shoqnis, kur rrina bashkë, po gjitho që aty gjitho me neve thjesht
është i vetë me këngëtari që kom po bashkëpunim me të dhe koncerte dhe ka me vazhdu bashkëpunimi me të. Me Dafinën, dhe Dafina pëlqen mas shumë ti që e kena dhe muzikën, stilin e muzikës që të bashkë ndëgjojnë ashtë i njëjtë. Ka shumë sene që jena bo bashkë, po du me thonë për si në biznes, si në shoqni, si Dafina është njëri shumë funny, është njëjtën kohë, dhe me thonë sikur shok që jena kështu, unë e Plumi, Andi, dhe me thonë qatë koncerteve dhe Valjoni në drums, nuk është kur ona shesi dhe me thonë që është femën ashtu e shujser Dafina kështu, po jena kitë bashkë ashtu, hajgarit bashkë, bohëm, i vnohëm bashkë, keshim bashkë, është një shok i mirë shumë, edhe është njëri që respektoj shumë. Për Dafinën, ka shumë vite që punojmë bashkë, po thuaj se prej gati sa është Dafina këto, me më thonë është personi ma i letë, edhe ma mërmenja ata njerë se e dinë, si grimeri, si dizajneri, si gjdo kush, garant edhe kongën kërë e banë, klipin kërë e banë, është personi ma i letë, nuk di, sa mundet me ndodhë dikush, sa ma letë me Dafina Zeqirin më përnu. Shka do që i bënë për flok, nuk për zitë, kur ajo punën e vetë ka muzikë në zonin, ata dhe asë aja ka dhënë zoti, na krymë punën tonë, kur njetë nuk do dhe, nëse na e thamë dav, a do me këqyrë që flok të se disha, kur njetë vishë qohet, se intereson puna shka na bojmë, konsultomi ma herët, folim qështu para klipit ose intervist, po kur vjen ullet në karrik, ajo kur njetë ma nuk ka më insistu, bëma kështu, këthema kështu, shka do që i bojmë, ajo vetëm vazhdojnë punën e vetë, është zdi, nuk ka njëri ma të letë, vetëm bashkëpunëtor të saj komplet, se punojnë me ta mujnë me ditë. Edhe kush do që ka me ardhë kua më punu me ta, është njëri ma i leti. Kur ka ardhë para 6 vjetë, edhe kemi fillu bashkëpunimin, o kohë në periuda kërë nësaj i kom përfundu studimet, edhe sigurisht që o kohë një përgjëtësi edhe një trem për mu se ako me mujtë mja dalë, o kohë baja ge stres, një artiste si Dafina për mu kujdes për stilin, stylingun e saj, unë si një qikë re që sa kom diplomu, pa eksperiencë shumë, po kur kom fillu me punu, e kom pa që është shumë e mirë, shumë e qetë, shumë stylish, edhe si më ka bu presion asë njëherë, për kunder më ka një mu gjithmonë, edhe besoj që ja këna dalë shumë mirë, edhe që 6 vjetë bashkëpunojna. Kjo e bën që Dafina është një bashkëpunëtore shumë e mirë, fakti që konstant kemi punu për 6 vite për krejt evenimentet që i ka pas, në krejt shfaqet që ajo merë pjesë, çdo herë është e veshur LS. Përveç që është një artiste shumë e mirë, është edhe një shoqe shumë e mirë. Me Dafinën kemi kalu shumë eksperiencat mira bashkë, edhe ka pas rasti kur kemi punu edhe deri mëngjes, se përveç që kënon mirë, Dafina den edhe me qep mirë, kështu që shpesh herë ka ardhur dhe më ka ndihmu. Gjithmonë e din çka don, nuk është problem me punu as pak me të. Kështu që e bën shumë të lehtë punën edhe është shumë chill. Një pyetje a kisha vu me qenë se ka shumë interesime për dasma, po thirrin shumë dasma, a mundet me ardha Dafina në dasma, e kisha pyet, a e ka ndërmend m'ja nis me këndu edhe në dasma. Mi koll fitilat e lomës. Pyetja për Dafinën. Dafa i kishe rru flakt 3 vjetë rresht për humanitet. E di që të pëlqen teshat e Lijës, e di që të pëlqen muzika jam, po du me të vetë diçka tjetër. So kilo pëlqen në fitness, po du me ditë. Po menoj që bëllo bu koncerte, videoklipe, veshje artistike, veshje skenike, po më intereson me ditë kur ka me ta bu fustanin e bardhë. A një pyetje me bo, unë kam shumë pyetje për Dafinën, se po thuaj se shumë vite veç bashkë e di kësajnët, po du me bo një pyetje pak ma çuditshme. Dafja të ka ndodhur na herë në skenë
me trok barke edhe shka ke bo, nëse ti veç u kanë bëva ki fillimi a gjyza shka ke bo në skenë atëherë. A ke vazhdua, o desht me ndërprej. Dafi, me të parën pyetje du të kafrit, se ke ma fani më borë që ke më mdoket. Se i kom shkru edhe unë gjitha këtë më shmjaru, po e ka si të ke ma e forta. Ajo më ka ndodhë, fakt është, një herë më ka ndodhë. Jemi kanë në Tiranë, edhe besa o kanë koncerti i fundit me DJ Calling që kena pas, edhe pata edhe emocionin s'kene gjithë e tani i vresha që non-stop më tërqet këtë trupi. Edhe s'disha që shme abo me di djeme, se këta non-stop kërë u kthejsha unë e ka djemë të mrapa, këta më bujshin kështu, menojshin mos ka të bëjnë nëse me naj kongë, nëse në s'disha që shme abo me di që baki, në kja mirë, dishka. Edhe në fund veç që ku ma fru DJ-t edhe ku më thonë, vish që të kongë leje edhe shansa s'ka me vazhdu, me përpumbu, edhe ku ju në shku backstage, mu vesh më kujtohet që Janisa më përla shumë keq me plumin. Se a i theke, okej, që sa ma shpejt po këshyru me ta boti u dhe më përmihin WC, thash, nuk i ka kupton, thash, jam të dek, që kjo ke reagimi jem. Edhe ta një mërët shumë keq që u duft me i largu du femna prej WC-s, po ma keq që mërët pa tu femna që i ka një mancë me. Kështu që ajo ka një eksperiencë shumë e sikletaf të keqe dhe kom bo beqe ma me shku në Meksikana, ku s'pëm kujtojt kujna shku me hongër. Edhe me dalë s'kenë kërë mo. Jo, su një këcej shumë s'kenë edhe s'pëdi. S'pëdi që ka ndodhi, që është ndodhi, veç që më konë shumë keq. Më konë të dekë. Kalëm me njerët e këpytja Fajnderit kajtë shumë. Pytja e Selmës, a i kishe rruf lëkt 3 vjetë resht për humanitet. Po. Në të rënë kështë ba? Pa problem. Pasoj që ti. Tash plumi garant ma pa, jo, veç, po. Okej. I kisha ru. Po. Këtu e veç kime, rritën apet, kështu që... A ta lot lijës të fundit, a ta bëj stash. Hajtë për ta bëj shumë s'po di sa pyetje janë. Jo, i ndëgjum bash, po ti problemi për emocioneve dhe të raja, Jo, se m'dullin edhe do persona e kësa tash s'po di që o ka ndodhë. Okej. A mi anis, apo kur mi anis me ta bo fustanin e parë? Lija, për ta. Fustanin e parë, thuj Lija, s'bë ma kur dush bëna photoshooting, a kështu. Jo, nuk e di, nuk kam nej farë, nuk e komenu, që ato sene e komenu ma shumë kuj më konë fmi, edhe pse ato janë sene shumë bukra, veç për cili kolekti me një herë tani, po këshyri. Okej, tash lidhet kjo me njëre me pyetjen e plumit. Dhe pyetja e plumit ish, a ki menu mi anis me knu në për dorsma, ma si s'pedam tonë dhe në dorsme në atëre, me knu në për dorsma tjereve. O, zot. Unë e di që plumi ka pas shumë kërkesa dhe gjithë këmë thoni ju. Se tash edhe stili jem, ka njerë edhe do organizatorve varet prej venave ku shkojnë në koncerte, më duhet me thonë nuk mujna marrë ato me performu se vinë familjar, edhe tash gjysën e kongve kam provokative, nësen edhe binë siklet nuk di as që ka me vesh, as që ka me knu, duhet me anis me knu këtu kongë para 10 vjetëve, ndasma, okej, plum, ja fillojna me knu në përdasma që ose ti në gjendje me anis me marrë do kurset lera sintit. Edhe në qovë se flow është dakord me anis me marrë mësim për klarinet, i kam një klarinetin shpe, e andi i mbledh bakshishin. Edhe... Lija ka me hek shumë se tash i vinë ma shumë materiale, tash që për përdojnë. E violinist, ku kanë për e bërë në grupë? Violinist...
Ty po të bëj. Okej, do me thonë Ty po të bëj lapë, se ti po na vjen edhe në përmbrëmje që po kena na koncerte që e kena, kështu që masi edhe ti po ma bon pyetjen e Plumit, faktikisht edhe jena këto bashkë sot, edhe kena qatë lidhe që e kena. Kjo është e vetëmja shans për me anisu në me knunet për do asma shumë se ti bjen violinës edhe qato pika tjera që për mena dhishtë. Kur gjo më pakon me ditë mira o fyllit. Okej, daf edhe e fundit pyetje ishte e float, ku në fakt sa kilogram për i qenë kohën e fundit në fitness, apo në teka kështë? Unë sot la me të kalzu drejt, po që u ditë në që marrë në shtikla, se trenera jam Gjetën se dhe në përshëndes shumë ajo sa ka tu sot në fitness. Sot kom që ma shumë si ever, do me thonë, ushtrimet kanve normal, se na famnat punona ma shumë me pjesën e poshtën e trupit. Sot, rreth mes 80 edhe 85 kila kena shty, do me thonë, me kanë. Edhe besoj që i krej që unë kanë fitness, sot më ka një të bërti që unë as vetë se mu më shelëshën vesh prej tensionit, e tash ajo kesh shumë edhe thash qa bo edhe e vresh ato që i viki marrin këshyshën do njerëz edhe fundi mura vesh i kisha bërtit shumë. Tu jep zorë me shty që ato kila, kështu që besoj që 80-85 edhe ajo është në 70, ashtë s'pedi, veç... Do më tonë, datin, se pas ke problem mas mu që tash me më kopa me qëtë të Jo, ti bile edhe mu ke do pësu di shkallam, të vamzu. Okej, i pama të pytje gjitha këto, edhe pa tjetër që i kom 3 pytje, këtë me 3 që për narin për mbro pa kamerës, atje gjatë gjithë kohës. Djelë moshat e rezikshme. Ku janë atje 3 që janë bo bashkë, Meritoni, Visari edhe Meti. Loket atë më kanë marrë shumë emocionet se one. Jo, mu po më keshët me pyetjen e parë, Visari e ka bo, e ka shku Visari të vetën. A ki flutra në bark e në klopa o je dashurume? I feel like a kid again. Po ndina si një... Po ndina si kur qaforja jam. Si flutur. Kështu që qaj është përgjigje jam. Meti për thëtë, nëse i shëkon mashkull, qish kështë pas qef emnin me pas? Wow. Raman ose Shaban, se këtu i kemi organizator dasht në prej Zvicrës. Edhe që më vjen non-stop me Raman ose Shaban. Se na bjen mas shumë të më duke dhe komunikime me ta. Dyt, tash s'po di cilën ma përpara. Kusht ma rritë shpime mas shumë t'i koncert. E ta Sharamania është Shamani. Vesh t'ja fillojnë telefonatat të Plumin. Edhe ta qojnë e mesazh javën tjetër. Edhe pyetja tjetër ke prej Meritonit që ka parashtru, edhe mi ka ndërgu me mesazh, pyetja e Meritonit ke, atë ka met me arak me rejna i kanë. Po. Që tash i përshty pak ma shumë kila. Po. Kështë rejna i kanë, po.
Kisha... Se për shoplumin të shojtën prap pa vi. Kam të mi doja pa dirë. A i kisha rena i kanë? Po, i kisha rena i kanë. Po s'po përmeni me emër. A koma shumë? Me një dorë muj me në mëru, qash muj me thonë, shumë i kisha rena. Okej. A i kishë rreja. Halo, dhe Janisa mund zheni. Janisa me më kapa jo si pre-workout kur shkon fitness që... Pa jo... Që tash, apo nisëm... Së duft me ma bu këtë pytje. Apo nisëm me studiazu ko. Për që i rej, ba mo me kamerë. Okej, a qëtësohemi pak? Mas krej kësaj këtëve pytjeve, të pëlqej edhe ato fjallë që të lavdun krejt këta dhe me thonë edhe cilë madhe, ka cilë Elia, edhe Flow, Mu më pëlqejnë pytjet shumë. Edhe lavdatat e që ta janë. Sidomos pytja e Plumit ke shumë e mirë. Okej, ne këto momente kemi mu qëtësu pak. Mos shkojmë për studios Dafina me ka me rejtikën, kështë që po qëtësohemi, sepse do të transmitojmë kongën dhe videoklipin, e pas kongës dhe videoklipit këthejhemi edhe me një pjesë tjetër bashkë me Dafina dhe Qire. Yes, I hate you, but I love you at the same time. Yes, I hate you, but I love you at the same time. Yeah, I hate you, but I love you at the same time. Yes, I hate you, but I love you at the same time. Unë në fakt u qëtësova, po u qëtësove. Ku mësë më qëtësu mbas kësaj konge? Okej. I hate, but I love. I hate, I love. Kështë që, dyjat janë. Po. Dyjat, egzistojnë dyjat janë. Gjithmonë kanë me egzistu. Gjithmonë kanë me egzistu njëra me tjetër. Po. Dafe, po ta bëj pyetjem se ndoshta nuk është e jotja, po ajo pyetje që është komentu rreth rrotull, puna e videoklipit. Shihet sekvenca ku është fotografia jo e qartë. Edhe më bosh shumë pyetje, do me thonë, pse? A ka dosh Dafina më mbulu, mos më vrejt kur gjo, apo ka pas ndaj defekt gjatë realizimit, klipit, apo ka ndodhë diçka? Drejt la, one kër e kom shiku klipin në telefon tamen, unë e thash është diçka gabi me telefon tamen. Kër e kom vrejt me një pjesë që është një sekundë. Po, si blur. Si blur. Edhe qatë që ngarkumi më kanë me punë, e tjeri tjeri, kështu që thash, okej, në ashtë avish mu pun doket, mu ka dalë në telefon, kur del klipi është diçka në rregull. Po tash e downloadum klipin, e postum klipin, edhe Monday e kom vrejt shumë vonë që hala është, se ma vonë nuk i këshyri klipin, se të ngu kongën non stop, të i këshyri klipin, jo pjesën e parë, pjesën e dytë. Normal që edhe unë e lodna dhe fonë thamë, okej, është diçka në rregull dhe vezjem të edhe i qesim klipin edhe u kry. Kështu që jo nuk kemi pas me mbulu në esen as kur gjo, nuk pidi hala pse është që jo pjesa pak blurry. Ajo është një pyetje që duna me bo maksit, edhe pse hala se akum bo. Kështu që definitivisht normal duna me pyet produksioni Max Production për qatë pjesë, veç nuk e di hala pse është. Thash këta për puna edhe për shikuesi që... Jo, shumë interesant që ma përmene, se unë kriti kom haru qatë fakt. Se të regova, unë nuk i bas që e lëshoj videoklipin, se unë e shoh videoklipin laptop kur ma dërgojnë, kështu që nuk i në YouTube me këshyr klipin tem. E kom haru krejt qatë pjesë. Unë në telefon, edhe plus i kom dru telefonin, si kom pas probleme me telefonin tjetë, kështu që mendjet teme nuk kanë veç ndoshta telefoni ose në esen, s'pëdi veç. I di që qaj pjesa prap që aty ish, nuk i di për çfarë arsye. Kështu që...
Okej, E marrëm vesh. E marrim ndaj informacion edhe Delë edhe Maxi nënën tjetër edhe e tregon arsyen pse. Davin, kira dash më ndalë edhe pak mi kujtu se na kemi qenë në misionin e parë Summer një kapëm labin edhe prej asaj kohë dhe më thonë nuk kemi qenë bashkë. Unë e di që e ki pas një sukses ko gjatë madhë gjatë sezonit verës edhe koncertet kanë qenë shumë ngarkume, të ngjeshme njëna pas tjetrës, për plot të mbushme, me një sukses Dafina Zeqirit, po, në anën tjetër në kisha dasht tash, mas asaj periudhe që të kara me pushu pak edhe okej. Qatë ka metë në kujtim? Prej kësaj vere. Edhe qëka të vjenë qëtash, memorje, që kjo. Ka shumë sene, s'di, une gjithë një muj ma sezonës verës, e diskutojna me djemë që shpona merë madhe për verë, se është një sezon shumë ngarkume, me stres, jena nervoz, keshëm, ka shumë emocionet ndryshme bashkë me një bubble, që me thonë, ku jena na kritikipa. Kështu që aty është që ajo love and hate, a vedin, ajo bukuria e qasaj, love and hate, kështu që mu qa më kujtojt qatë shumë sene ka që ndohë non-stop kur jena bashkë verës, sa që s'pëdijas ku mja fillu mas pare, qka me përme mas pare. A të ndodhë gjatë kësaj sezonit verës me qajt në shabi lodhjes? Me qajt prej lodhjes. Ndodhë që të vjen të i këto, doke që kërkush s'po të kuptane, kërkush... One probleme ma të madhen që kam është mu shprej. Edhe qatë sen gjithë e pranoj. One kam probleme që gjithë kesh kuptona, në i sen se kam shumë probleme me spjeguna, për që ata edhe në rrjete sociale se zakonisht qka të mbjen menë në tru i shkruj në anglisht, se që ashtu edhe si fmi, gjithmonë kur kom mendu diqka, e kom shkujt anglisht. Kështu që anglisht, one me djenë tash nuk foli anglisht, na i fjale gjuj anglisht, po ka qatë shumë, mu i vetë një asen që mbet në tru ma sezonave të verës është qka ka me ndodhë mas 20 vjetëve. E që ajo nashta mërzit shumë, se qatë shmirë kalojnë edhe qatë shpejt po ecë koha, edhe për mdoke që shdo vjetë po ecë ma shpejt edhe ma shpejt, so që mërzitna se kalojna shumë mirë bashkë. Edhe ndodhen sa në shdo detlab, edhe për që ta po kam problem së pëdit Cilën ditë me thona, po cilën mujat, po cilën ja, për shkak se gjithë ditë është e veçantë. Mujvesh me thonë që probleme ma të madhen që e kena se kip është plumin. Se është shumë njeri ma dhe në kjarë gjithë për lanë kush ka mullë mrapa plumit. Ta në mbas që asajna ka shumë do dhi tjera. Ate janë isë fesalti që dojë. Ate janë isë fesalti, janë isë gjithë shka. Daf, unë e di që e vendove piercingun, dhe me thonë hundë, po a i kënë numru sa i kanë qëtash? Sti do e kanë këse që e gjesën e heken, tash original sa persona e ka nuk e di, po unë e kërë kom bo para 2 vjetëve, nuk e kom di që ka më bo qaq trendi mas një viti, se kujtojt edhe mu qëfar komente ka pas kër e kom bo. Unë e di që nënës tem se ka pëlqy, se gjysën tatuve të mija, edhe plumin tuk i ka pëlqy, se plumi a shumë balju. Plum të dua shumë, jena koshere kështë shumë në sjep. Ta është gjitha piercingat edhe gjitha tatujat edhe stilat edhe tjeri janë gjëra që unë prej fëminis gjithë kom pas qef me bo, po normal, së më kalon mami, jo pëse mblen që ta është
Mu shmu me bo piercinga shumë, po gjithmonë kom pas qef me bo një këto prej Kelis, është një këngëtare. Kom pa që kam bo plot, se tash edhe tatujat ju n'hin trend, edhe piercingat ju n'hin trend, po se kom di që bashkë që ki piercingu jem, që ka marrë shumë kritika kur e kom vu këtë piercing, që ka me ndo tash që qatë shumë kanë me dasht populli dhe kanë me suportu që tasht, kur e kanë plot persona. A dim pëse, ku hish ma lak dhe me thonë që këto javë, dhe me thonë ne kom taku një vajzë, dhe me thonë një lokal, ishe dashra një shokut, edhe po vjen edhe jera parë që takona në Tiranë, edhe kur vjen piercingun e njejtë, shishkat njejtë, të lymjen e njejtë. Jo, edhe këto e kom vrejt. Nuk me vujnë veç këto, po edhe se këtë piercing e ka mama ti, edhe se kom largu, do me thonë dy piercingat e kom majtë, edhe më dojke shumë interesant kur ishe edhe ka poso dhe fonsa, që ajo më ka qudit mas shumë ti. Po unë për të me thonë, kur e pova si e pova, dhe me thonë i tash, a e dënë dapinara, po shumë. Automatikisht dhe me thonë, shishkat i kish prej, e kish bo piercingun, sytë po i lyke njejt, dhe me thonë, adin si ma here që ki pas. S'mi kam vrejt hala që i kam zgjenume, tek që tash e kam zgjenume që një 3-4 vjeta ma shumë. Po, që po... Jo, unë e vish një sen mirë që u hapë këtë temë, se... Hala më bujnë pyetje Dafina, kime bo edhe naj tatua, kime bo edhe naj piercing, edhe tash ajo është një pyetje që une nuk i di as vetë, une nuk i planifikoj. Sanet prej shumë ma përpare, këtë piercing, edhe naj tatu që i kom bo, janë sanet që prej fëminis kom dash gjithë me bo, unë prej fëmis e kom pas një stil nashta çuditshme, po i kom pa mes punk edhe hip-hop. E kom pas të përzime, se edhe shoshnin e kom pas që asi, kështu që më ka ndodhë shpeshare, ka njerë më duk ma e eger edhe ma e mbyllt, edhe ka njerë duk shama ma hip-hop anaj sen, dhe më thonë që të dy lojet, punk edhe hip-hop, gjithmon e kom përzi. Kështu që une knoj që ato lojt muzikës që i knoj, po që kjo është stili jam, do me thonë piercingat edhe tatujat, po ndodhë ka njerë na kush për ekipes ose na i shushni, na i sen që më këshyrin e thonë, edhe une du me bu një piercing ose një tatu, edhe gjithë e thamë, okej, veç folni me qpis ose me na e kanë, mos të malojnë, mos të menojnë që une ja kom impinu na e kujtë, se tash une nuk du puna e tatuve dhe piercingave të mija, nuk është për me impunu as fansave të mija, me thonë, edhe ju kine me bot njëjtëm se më angojnë mu muzikën ose pse e pëlqeu në fansave të mija, këto janë thjesht sene që mu më kam pëlqy gjithë, është stili jem, që e boj, nuk dija ka më bo ma shumë tatuja, a me hek në e tatua, në esen tash se dijet kur, se mu më ka ndodhë edhe me hek një piercing që e kom pas në këthis, që e kom largu, kështu që aty në seneve nuk e dijet, po veç mos të marrë në kur se na e... Pse Dafina e boni edhe duhet me bo? Qajo, se është shumë problem se tash normal që nuk jam unë... Tash unë jam i njëjta Dafin që ju kanë gjithmonë, ajo është... Ajo nuk ndryshon kohë. As pak në karakterin e në gjithë shka, po mendoj, po... Kur shumë kanone, kër i kom pas 16 vjetë, edhe tash kër i kam 26 vjetë, është një dalim shumë e madhe, se tash edhe une... Jom plakë. Jo, po du me thonë, ka do gjëra që vinë me kohë, që vinë me moshë, dhe do njerëz e harojnë që ato... Se në normal, unë s'kam qef me pa shumë femnat qika të reja në esen të bo tatuja, ose më imponu me bo tatuja se piercinga kur janë nër 18 vjetë ose 20 vjetë. Se ka ko sa dush për me bo tatuja, ka ko sa dush për me bo piercinga, kështu që ato sene nuk bani shme. Një mesazh shumë i mirë. A ka ndodhë që jes gjunë më nxez, apo këtë dash me ra me plejt edhe këtë tonë, qëta se kësha dash me pa qëtu ku e kam, po diko tjetër. Ndo një herë që i kira pishmonit për diqka që i ki bo. Ka ndodhë, po, ka ndodhë me vish me një tatu në herë njëtën tëmë. është për këtë tatu në qëtu. Nuk është fjalla për ku i kom bë që tatu, po
për do dizajn e mrena që o boj tatus, kështu që njëso në me po tani mi kështu do dizajn e tjera dhe o tërë që ndjemë të ja, pe bën edhe një, veç ndoshta është kjo një ndër tatuve që e kisha lanë me menu pak ma gjatë para se me bo. Edhe është e vetë mja tatu që ju më kom pak skeptik. Pse e kom bo, pse unë guta, bla 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 bla, edhe pse sot normal ekziston laseri e tjerë. Edhe pse nuk është që i këmë rapi shmona e sen, mu prap më pelqen, po nuk është që e ndjenja si kur për kongë që folëshe ma herët. Nuk u ka një tatu që unë ka 100% e sigurt edhe 100% e knaqën kur e kom bo. Kështu që nashta që kjo është e vetë me tatu, se kri tjera që e kom bo janë tatuje që e di që s'kam i rapi shmanë kur që e kom bo. A kështë bo tatu në balë, emrin e plumit? Apo balë me bo? Qovë se kisha ru kryt, që shumë veti selma, i kisha plumin si plum, zogun plum, nashta i kisha bo tatu na i ka në kry, veç në balë. Me di që des nesër plum e boj në balë. Në balë e boj. Da, para se me ikë për Amerikë, a ke me realizë me lonë diqka në i kongë, në i projekt, në i video, a do të delë? Ka me do një kongë edhe një video që po kam shumë emocione, mendës po pres me dalë projekti dhe po më vjen shumë kjerë që jam në Amerikë, kur delë projekti. Veç ka me pas një projekt shumë bombastik. Është në bashkëpunim me Flowin edhe me Lumin. Është një bashkëpunim që ja nisë me kohë. E përshëndes është edhe Flowi këtu. Andi s'di ka shkoj, se andi vjene, del, hine, del. Shtu i kemi ekipën e kemi me veti, veç është sinqerisht është një projekt cilën mendjes po pres me dalë. Edhe besoj që kam një pëlqy shumë. Unë e di që e te, po ndina keq pëse jam në Amerikë edhe projekti dhe tjetë këtu, po unë e di që nuk i me mungu me shikuesit e emisionit Një kafe me Labin, për shkak se momentin që do të del klipi, unë e di që ti na do të marrim telefon live prej studios dhe do të kontaktojmë bashkë me ty drejt për drejt prej atjet, edhe me të pyet për emocionet, sa në vend, qysh po doket, qysh ka shku, për pritjen, për gjitha ato, po pse jo dhe mujmë edhe me Skype të lidhemi drejt për drejt, bo maki, apo e gjiron vetën, një selfie, thotë, ej, përshëndes, dull klipi, si do që tjetë, se e di që ne jemi bashkë në kontakt. Jo, se disa persona, kur shkojnë në Amerikë, thonë, u shdok Tafina, po edhe në Amerikë ka shqiptarë, tash na shqiptarët jemi në tanant në botë edhe është veç dalimi i kohës, se qa që vogël po mdo këtë bota sot, sa që interneti na ka ofru shumë. Na ka ofru shumë, definitivisht. Interneti, telefoni, teknologjia, në përgjithësi, na ka ofru shumë shpejt. Vesh pas na dalin do këngëtar robota. Edhe gazetar robota. Për ndryshe teknologjia nuk ka ofru shumë. Ka gja shumë. Da, qështë të dok sot kjo djele bashkë me ty? Një kafe me Labin. A të dok ma ndryshe për jera tjera? Mu po vjenë mirë mas pari që i këto. Se prej që në shkova aty me valzu, thash, në është duk Labi, s'ka me pas emision. Jo, Labi, ka vazhdu punën, emisionin si zakonisht. Mas pari po t'japi komplimente për dukjen, po doke shumë mirë. Po dokesh in. Shumë bukur, po in si gjithmon, intervista si gjithash, kemi 10 vjetë eksperiencë bashkë në shtëpinë e radio televizionit në Stene, edhe me kameramana në bile. Kështu që punina shumë shlirë, punina si me dalë mi pi kafe. Jo bashkë se me dalë me pi kafe, se i kishëm përmena dhe dosan e tjera, po...
Nuk kene ma tonë. Të sa ne folëm ma volën. Një kafe me dafinë. Një kafe me dafinë. Dhe që ju falenderoj për zemërsisht të gjithë ju që jeni këtu mbrana bashkë me mu. Faleminderit shumë për pyetjet. Shpresoj që ju kam pëlqyer përgjigjet. Besoj doroj që po. Edhe normalisht si gjithmonë e falenderoj edhe shikust, fansat. Unë gjithmonë e kom pas ëndër marrë në këtë nivel që jam sot, me pas fansa që kam sot. Kështu që I'm living a dream. Kështu që ju falenderoj shumë të gjithëve. Okej. Faleminderit zamër. Faleminderit shumë edhe ti. Okej. Këtë putë ja pa përsa e di se shumica e shikuzve, adhuruzve dafit gjithmonë, thojnë, la, po të për mu njëre dafinën, kështë që i thash, kështu nuk kom hynë Instagram ose në Facebook apo diku për shkak se e di që rëmuj është prej komenteve, si zakonisht që ndohë. Kanë të kërkon të ara dafina zë qile. Qëndroni bashkë me ne, tani këto momente refrenet e disa prej këngëve dafinës, edhe me njëre pasaj është bloku i pari marketingut, kuatët emisionit Një Kafe me Labin, e pas marketingut kthehemi që t'jemi bashkë sërisht.